Punoj në një vilë luksoze në Tiranë dhe ajo që kam para ty është shumë e frikshme. Unë quhem Ardian, jam 42 vjeç, baba i 2 fëmijëve dhe për 18 muajt e fundit kam punuar si pastrues dhe kujdestar në një nga vilat më luksoze të Tiranës. Një vilë që ndodhet në një nga kodrat më të mira të qytetit, ato që quhen zemra e elitës. Një vend me gardhe të larta, kamerë sigurie kudo dhe porta automatike që hapen veten për të zgjedhurit. Unë nuk jam i pasur, unë jam thjesht njeriu që pastron pas të pasurve, por ajo që pash në atë vilë nuk e pastron dot asgjë, as ujë, as bardhuesi, as koha. Dhe tani, ndërsa po them këtë dëshmi, nga një dhomë e vogël në një fshat larg Tiranës, ku jam strehuar pasi ika nga ajo punë, dua që dikush ta di të vërtetën. Nëse një ditë nuk jap më shenja, tani e dini pse. Vila e përsosur. Fillova punën në atë vilë në vjeshtën e 2022-shit. Ishte një punë e mirë, më mirë se çdo gjë që kisha bërë më parë. Pronari ishte një biznesmen i pasur, me lidhje të forta, por që unë e pash vetëm 2 herë në 18 muaj. Ai jetonte jashtë në Zvicër dhe vila qëndronte bosh për muaj të tërë. Unë kujdesesha për pastrimin, për ujitjen e luleve, për të mbajtur gjithçka në rregull për rastet kur ai vinte me miqtë e tij. Vila ishte e mrekullueshme, 3 kate, mobilje antike, piktura origjinale në mure, një pishinë të brendshme me ujë të ngrohtë dhe një pamje fantastike nga i gjithë qyteti. Puna ishte e lehtë dhe rroga ishte e mirë, më shumë se s'kisha fituar ndonjëherë. Por kishte diçka që nuk më shkonte që në fillim. Vila ishte shumë e madhe për një njeri të vetëm, dhe megjithse ishte bosh, unë ndjeja gjithmonë sikur dikush më vëzhgonte, një ndjesi në zverk, sikur sytë e padukshëm më ndiqnin kudo. Imagjinata, thosha me vete, është vetmia që të luan mend. Në katin e dytë, në fund të korridorit, ishte një derë që nuk hapej kurrë, një derë e rënd druri me një dorezë të artë që shkëlqente gjithmonë. Megjithse unë nuk e prekja. Pronari mi kishte thënë qartë që ditën e parë. Ajo dhoma është gjithmonë e mbyllur, mos u mundo ta hapësh, nuk e çfarë kërkon aty. Unë respektova rregullin. Për muaj të tërë kaloja para asaj dere pa e prekur, por gjithmonë kur kaloja, ndjeja një të ftohtë që vinte nga poshtë saj, një të ftohtë që nuk ishte të bënte me temperaturën, por me diçka tjetër, diçka që të depërtonte në palc. Dhe disa herë natën vonë, kur vila ishte plotësisht e zbrazët, unë dëgjoja zhurmë nga pas asaj dere, trokitje të lehta, si të dikujt që kërkon të dalë. Një ditë, teksa po pastroja dhomën e ndenjes, pash një fotografi që kishte rënë pas një kornize. Ishte një foto e vjetër, e zverdhur nga koha. 3 persona, një burr, një grua dhe një vajzë e vogël. Burri ishte pronari i vilës, shumë i ri. Gruaja ishte e bukur, me flokë të gjata dhe një buzëqeshje të ëmbël. Vajza rreth 7-8 vjeç qëndronte mes tyre duke buzëqeshur nga kamera. Në anën e pasme të fotografisë, një datë 14 mars 2015 dhe një emër, Era Jon. Nuk i dha shumë rëndësi. Mendova se ishin familje e pronarit. Por kur e pash herën tjetër e pyeta: "Zoti, a keni familje? Grua, fëmijë?" Ai më pa për një kohë të gjatë para se të përgjigjej. Pastaj tha: "Jo, jam vetëm." Gënjeshtra më erdhi menjëherë në mendje. Pse më gënjen? Pse fshe se ka pasur grua dhe fëmijë? Pas asaj bisede, gjërat filluan të ndryshonin. Netët u bën më të vështira. Unë flija në një dhomë të vogël, shërbimi në katin përdes, pranë kuzhinës, por tani mezi flija, sepse pas mesnatë fillonin zhurmat. Hapa të lehtë si të këmbëve zbathur mbi parket që vinin nga lart, nga kati i dytë, nga afërsia e asaj dere të mbyllur. Herën e parë që i dëgjova, mendova se kishte hyrë dikush. Mora një shkop që kisha parase të tilla dhe u ngjita ngadalë shkallëve. Kur arrita në katin e dytë, zhurmat pushuan. Korridori ishte bosh. Dera e mbyllur ishte pak e hapur. Jo shumë, vetëm një çarje e vogël nga dilte një rreze drite e zbet. Zemra më rritë fort. U afrova ngadalë. Shtyva derën pak më shumë. Dhoma ishte bosh. Një dhomë e zakonshme me një shtrat, një komedin, një pasqyrë. Por në ajër ndihej një erë e ëmbël si parfum fëmijësh. Dhe në shtrat një kukull prej lecke e vjetër, me sy që më shikonin nga errësira. Mbylla derën dhe ika me vrap në dhomën time. Atë natë nuk fjeta fare. Netët në vim, zhurmat u shtuan, tani nuk ishin vetëm hapa, ishte një zë fëmije i holl, që këndonte një këngë të vjetër, atë të flutur e vogël. Kënga vinte nga lart, nga ajo dhomë, dhe unë e dëgjoja qartë, megjithse vila ishte bosh. Një natë mlodha guximin.
Unë qita përsëri në katin e dytë, dera ishte përsëri pak e hapur. Hapa dritën e telefonit dhe hyra brenda. Dhoma ishte e njëjtë, por tani në shtrat nuk ishte vetëm kuklla. Pranë saj, ulur, ishte një vajzë e vogël, rreth 7-8 vjeçe, me flokë të gjata të zeza dhe një fustan të bardhë të ndotur. Ajo nuk lëviste, rinte ulur me shpinë nga unë duke parë nga muri. Zoiz, shpërita unë, ajo u kthye ngadalë. Fytyra e saj ishte e bukur, por e zbetë si dylli. Sytë e saj ishin të mëdhenj dhe të zinj, pa të bardhë. Dhe ajo më buzëqeshi, një buzëqeshje që nuk ngrohte, por të ngriste flokët. Pse nuk vjen të luash me mua, tha ajo. Zëri i saj ishte si peshpëritje, por unë e dëgjova qartë, sikur të ishte brenda kokës time. Unë dola me vrap, dola nga ajo dhomë, zbrita shkallët pa marrë frymë dhe u mbylla në dhomën time deri në mëngjes. Në mëngjes mendova se kishte qenë ëndër, por kur dola pash diçka që më bëri të dridhem, një gjurmë dore e vogël e lyer me pluhur në derën e dhomës time. Kërkimi së vërtetës. Fillova të pyes njerëzit në lagje. Fqinjët e vilës ishin të rezervuar, nuk flisnin shumë. Por një plak që jetonte në një shtëpi poshtë kodrës pranoi të më tregonte. Ajo vila, tha ai, duke tundur kokën, ka histori të zezë. Para 8 vjetësh aty jetonte një familje. Burri, gruaja, një vajzë e vogël. Vajza quhej Era, ishte fëmijë e ëmbël, i qeshur, dhe një natë ajo u zhduk. U zhduk? E pyeta. Plaku pshertiu. Policia tha se ishte rrëmbyer, por unë jetoj këtu 50 vjet. Atë natë pash drita në vilë. Dëgjova britma gruaje, pastaj heshtje. Të nesërmen gruaja u largua dhe nuk u kthye më. Burri tha se kishin marrë vesh se vajza ishte me të afërm, por unë nuk e besova kurrë. Çfarë ndodhi me të vërtetë, e pyeta. Ai më pa me sy të përlotur. Nuk e di, por kam dëgjuar se natën në atë vilë dëgjohet një fëmijë duke qarë, duke kërkuar nënën. Nata kur zbulova gjithçka. Një natë vendosa ta zbardhe enigmën. Pronari ishte në Zvicër. Vila ishte bosh. Mora çelsin, master dhe shkova në atë dhomë. Por këtë herë nuk u ndala vetëm te dhoma. Fillova të kërkoja më thellë. Në dollapin e dhomës, pas disa rrobave të vjetra, gjeta një derë të vogël që të çonte në një hapësirë të fshehtë. Një dhomë të vogël pa dritare, me mure të izoluar. Kur hapa derën, Era që doli ishte e padurueshme, erë keqe, erë vdekje. Brenda në një cep ishte një shtrat i vogël fëmijësh dhe mbi shtrat një figurë, vajza e vogël, por tani ajo nuk ishte ulur, ishte shtrirë, me syt hapur, duke parë tavanin. Pranë saj një kukull, e njëjta kukull që kisha parë në shtratin tjetër. Era, përshpërita, ajo lëvizi kokën ngadalë nga unë. Sytë e saj të zinj më shikuan me një përzierje trishtimi dhe zemërimi. Pse më la këtu, tha ajo. Zëri i saj ishte i lodhur, i humbur. Pse nuk më gjeti askush? Fillova të kuptoj. Ajo nuk ishte rrëmbyer. Ajo ishte mbajtur aty. Ndoshta nga babai për arsye që nuk i dija. Dhe kishte vdekur aty, vetëm në errësirë, dhe shpirti i saj kishte mbetur i bllokuar në atë shtëpi. Unë do të të ndihmoj, thash. Do të thras dikë. Është vonë, tha ajo. Unë nuk mund t'i iki. Jo, derisa ai të paguaj. Babai yt? Babai, tha ajo me një urrëtie që të ngriu gjakun. Ai më futi këtu. Ai tha se isha e keqe, se meritoja. Unë isha vetëm 7 vjeç. Atë natë ndodhi diçka edhe më e tmerrshme. Ndërsa unë isha ende në dhomë të fshehtë, dëgjova hapa në korridor, hapa të rënd, burrore. Dikush po vinte. Dola nga dhoma e fshehtë dhe u fsheha pas perdeve të dhomës kryesore. Në dritën e hënës pash një figurë që hyri. Ishte pronari, por ai nuk ishte si zakonisht. Syti i kishte të egër, flokët të prishur dhe mbante diçka në dorë, një thik. Ai eci drejt dhomës së fshehtë, hapi derën dhe hyri brenda. Dëgjova zërin e tij. E di që je këtu, bie keqe. Erdha të marr. Erdhi koha të pushtojmë të dy. Pastaj dëgjova një britma e erës, por këtë herë nuk ishte britmë fëmije, ishte diçka tjetër, diçka e errët e fuqishme që bëri të dritej gjithë kati. Pronari doli nga ajo dhomë duke u zvaritur, fytyra e tij ishte e gërvishur, syti dilnin nga frika. Pas tij doli Era, por tani ajo nuk ishte më vajza e vogël e trishtuar, ajo ishte rritur, ishte bërë një grua e re me flokë të zeza që valviteshin rreth saj si gjelpërinj, me sy që digjeshin si zjarr. Ti më mbajte këtu, tha ajo, me një zë që nuk ishte më fëmijëror, por i thellë, i huaj. Ti më vrave, dhe tani unë do të të mbaj ty.
Ajo u zgjat drejt tij dhe ai filloi të bërtiste, por jo si njeri, si kafshë plagosur. Unë dola nga fshehtësia dhe vrapova sa më larg, zbrita shkallët, dora nga vila dhe vrapova në errësirë pa marrë frymë, derisa arrash në rrugën kryesore poshtë Kodrës. Të nesërmen policia gjeti vilën bosh. Pronari ishte zhdukur, nuk ishte shenja të atij as kund, as në Zvicër, as në Shqipëri. Thjesht u zhduk. Unë nuk fola. Kush do të më besonte? Një pastrues që sheh fantazma dhe një fëmijë të vdekur, do të më merrnin për të çmendur. Por unë e di të vërtetën. Era nuk është me aty. Ajo u çlirua atë natë, duke marrë me vete atë që e mbajti rob. Por ajo më la një mesazh. Para se të ikja, pash një copë letër në xhepin tim. Ishte e lagur, si nga lotët, dhe aty shkronte: "Faleminderit që më dëgjove. Tani pushoj në paqe. Por kujdes, ka edhe të tjerë si unë. Në shumë shtëpi të bukura, fëmijë të tjerë po presin, dhe jo të gjithë janë të mirë si unë. Tani jetoj në një fshat larg Tiranës. Nuk kam më punë, nuk kam më familje, sepse kur u ktheva në shtëpi pas asaj nate, gruaja më tha se unë kisha ndryshuar, se flisja në gjumë, se bërtisja natën. Ajo iku me fëmijët, nuk e fajsoj, por unë nuk mund të harroj. Natën kur mbyllet dita dhe vjen errësira, unë dëgjoj përsëri atë zë, jo të errës, por të një fëmije tjetër, një fëmijë që qan diku larg në ndonjë vilë tjetër luksoze, të ndonjë kodër tjetër të Tiranës, dhe unë pyes veten, sa prej tyre janë atje, sa fëmijë të harruar, të mbyllur, të vrarë, bredhin për ato shtëpi të bukura, duke pritur dikë që t'i dëgjojë. Nëse një ditë ju shkoni në një vilë luksoze në Tiranë dhe ndjeni një të ftohtë të çuditshme, ose dëgjoni një fëmijë duke qarë pas një dere të mbyllur, ose hapni atë derë, sepse pas asaj mund të jetë një fëmijë që kërkon ndihmë, ose mund të jetë diçka tjetër, diçka që nuk ka më shpirt njeriu, por vetëm uri për drejtësi. Unë e pash, unë e di, dhe tani, këtë e dini dhe ju.